Sa e vështirë është Kandi që t'jesh edhe trajneri një skuadre, edhe trajneri një kombëtare, duke qenë se ti drejton ekipin e Tiranës, normalisht shumë janë lojtarë që luajnë jashtë, vjen një pikë që duhet të bësh zgjedhje, ti sigurisht ke një ekip mirë, ekip që ka dalë kampion në të kaluarën dhe ndonjëherë duhet përplasesh me ato zgjedhje të marrë këtë lojtarin që është shumë i mirë dhe është në Shqipëri apo një lojtar që është akoma dhe më i mirë po që luan jashtë. Kjo është, mund të them, pjesa më e vështirë, sepse shpesh herë ngatrohet, po themi, pozicionet edhe normalisht që mund të ketë edhe hatër mbetën, ndoshta shfele madhe, po mund të ketë, po themi, mërirat vogla që ndikojnë marrëdhëniet e përditshme me ekipin. Ta themi kështu shqip Gjembelaja se i duket ndonjërit si konflikt interesi. Po, edhe ashtu mund të quhet, po jo konflikt interesi, por që mendon që ti stërvitesh për ditë, po themi, me një sportist, edhe në ekipin tënd të klubit ti e ke, po themi, në peshët parë, informacione, ke nga lojtarët kryesor, por pastaj kur vjen puna te kombëtarja, po themi, zgjedhja është pak më e gjerë. Gjithmonë ka ekzistuar ky debati, në sensin që nëse dikush luan jashtë është më profesionist, po është e vërtet në fakt ne i konkurrojmë dot me çunat që kemi këtu, lojtarët që luajnë jashtë? Tani unë më them që këtu nuk ka një ndryshim shumë të madh. Nuk ka ndryshim shumë të madh. Unë më them që jashtë mund ngjesh më shumë lojtar cilësor. Por këtu ka lojtar cilësor shumë, por që thash në numër janë shumë më pak se sa mund ngjesh jashtë. Kështu që mund konkurrojmë për nivel cilësie, sepse ka lojtar shumë mirë, siç edhe vërtet unë, se ne nuk kishim vetëm nga jashtë lojtar në ekipin kombëtar, kishim lojtar Frenki Lila që luan këtu me ne në Tiranën, Eldi Ysa që luan në Beslidën, cilët treguan që ishin lojtar kryesor edhe në fitoren e Austrisë, po edhe në ndeshjen me Armeninë, pavarësisht se rezultati me Armeninë nuk shkoi ashtu siç duhet. Ti je djalë Tirana edhe ke drejtuar skuadrën, vazhdon ta drejtosh Tiranën prej vitesh. Ndryshim nga Tirana, kombëtarja, sa e vështirë është që ti menaxhosh të gjithë bashkë? Kombëtarja është akoma më vështirë, sepse ke pasur presion në fillim? Ke ndjerë përgjegjësi? Kam pas shumë presion, me thënë drejtën, shumë përgjegjësi e madhe, sepse koha është shumë e shkurtër. Ti e di vetë që në ekip kombëtar ke 2 ndeshje, mund të ngumbullohesh një javë dhe kaq mbaron. Nuk e kohë që ti futesh konceptet e tua apo të bësh atë që ti të do për një kohë të gjatë ta zgjasësh. Kështu që atë që ti do ta japësh, do të jesh shumë konciz, por duhet dish se edhe më kë ke të bësh, ndërkohë që ti ndoshta edhe nuk e njeh një pjesë të mirë të tyre, siç ishin edhe kësaj herë që neve kishim rreth 5 lojtarë të rinj në ekipin kombëtar që nuk ishin ngumbulluar më parë, që unë nuk i njeh, po them ndoshta nga videot vetëm. Po, e njeh si individ sportiv, po si karaktere unë nuk i njeh. Kështu që kjo është dhe mendoj që do të jetë vështirësia më e madhe. Ka skuadra kombëtare një fjala vjen Agim Fagu apo një Bem Fagu apo një Ermal Kuqo në këto vite që flasim? Është ky debati i breza shumë shpesh edhe shumë sportistë të mit edhe trajnera shpesh bëjnë këtë debatin, kemi qenë ne apo ku kemi qenë ne. Kjo është nuk si të krahasosh po themi 2 gjëra, 2 evolime në kohë të ndryshme, që nuk e bëjmë dot. Po një si kryeministri Rama, e ka kombëtare? Nga ana sportive apo? Nga ana sportive. Nga ana sportive e ka. Apo edhe si Olsi, se edhe Olsi vllai ka qenë. Po edhe si Olsi e ka, po si nga ana drejtuese nuk e di, nuk besoj se e ka.